shqiptarin, së bashku me gjykatën e lartë, që të rifilloj hetimet nga fillimi. Sepse sot po shoh se SPAK-u nuk ka dëshirë, ose më mirë me thënë e ka bezdit merret me 21 janarin, sepse këtu implikohen urdhruesit që janë politikanë dhe ekzekutorët që janë gardistë. Ne nëpërmjet gazetarit të mirënjohur Artan Hoxha sigurum një autoregjistrim që në kohën tonë, do të thënë para disa kohësh, është eksportuar dhe del me zanë të qartë se kush ka urdhëruar dhe cilët gardistë kanë qelluar një turbën. Me që e përmendë, unë doja ta ndaleshim pak te ky moment se dhe publiku duhet të jetë i qartë çfarë është quar nga SPAK-u në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Le ta ndjekim, janë rreth 40 sekonda dhe më pas do të kthehem sërish me ty Mark. Por le të ndjekim këtë sinkron dhe rikthehemi në studio. Kjo pra është kaseta ose më mirë audio përgjimi për cilin SPAK nuk është i bindur dhe do të shkojë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk po të pyes teknikisht, Mark, por pyetja ime është, kjo çështje do ta vonojë edhe më tepër, le të themi, konkluzionin që në një farë mënyrë ju bën akoma më tepër pesimist ndjes? Unë që në fillim kam të shkuar fakti që SPAK-u nuk kryen veprimet hetibore të urdhëruara nga gjykata e lartë dhe gjykata së Strasburgut, e mbajti kasetën pak të një vit e gjysmë, po ban 2 vjet e mbajti në zyrtare, me pretendimin se duam burimin ku mori gazetari, ose më mirë më thënë, ne ku morëm kasetën. Për prokurorin e rëndësishme ishte dhe me siguri do të jetë se si kemi siguruar. Nërsa në themi që a është reale, a është përmbajtja eksakte, dhe aty ky ekspertim është shumë i thjeshtë për të kryer, është pa dhe në Tiranë dhe në laboratorin e Tiranës, po është për mua kanë shumë qëllimisht për ta zvarrit, sepse ato kanë radhën e ndjekin, nuk e di, po s'ka interes që qeveria, domethënë shteti shqiptar ta hetoj çështjen, sepse don ta mbyllin si politikisht dhe juridikisht për shkak se ato janë të implikuar vetë në vrasje. Unë kam konstatuar në dosje se zvarritjet që bën SPAK-u nuk janë nga pavësia profesionale, as nga neglizhenca, po janë rrëdhoj që janë qëllimshme se çështjen ta shojë të ta fusin në veksa juridike që të krijojnë përsi raporte të tilla që ne të ankohemi përsi, po çështjen kur mos ta zbardhin. Me ne me çështjen tonë janë marrë shumë hetues, ashtu jurist, që konkludojnë si kazus, se ato vrasje janë qëllimshme, janë politike, dhe ne nuk do të lejojmë kurrë që kjo çështje të mbyllet me pafajësi ose me kthim për hetime në prokurorinë e Tiranës. Se unë dëshoj shumë se ato duan me kanalizu hetimin me autor një gardist dhe mos marrë përgjegjësi urdhëruesi, truri politik i kësaj ngjarje, që dihet se kush është dhe mesazh diun, mesazh shohën ato kanë frikë të merren me këtë hetimin e kësaj çështje. Kjo çështje kanë frikë. Jo, po thua që për kë ka frikë SPAK? Po të kuptohet se ai Sali Berisha ka urdhëruar, e ka pranuar, jo për të urdhërimin nuk e më kam qartë, ka pranuar se vrasjet janë kryer nga shteti.